fillim jave, me siguri që kemi gjëra të mira. Mirëmëngjesi, mirë se të gjeta, javë të mbar, Amin me për të receta gjithë. të shishme, e që duan të gjitha zonjat, kështu, të thjeshta, të shpejta, edhe me përbërës që i kemi në sezon. Pra, ato të përbërat me përbërës pak më të përbërë, do t'i kemi nga mërkura dhe Indja. Sot e nisim kështu si... Tani dhe let fare, jo, me thënë drejtën, sepse një gatim që ka pana për shumë, nuk është i let. Bravo, pra, kur kemi një kohë me shi, kërkojmë groshën, kur është koha me shi. Kur është ftoht, ne na duhet patatja, na duhet të tavat në furë. Dhe kur fillon për shumë ne nga fundjava, atëherë duhet byrekët. Atëherë fillojmë riciklojmë. Po. E tham me përbërës, unë sot mendova të bëj një tavë me pana. Patate, pra përbërësit tuk janë shumë, patatet, dhe patatet do ngelen me lëkur, sepse është patatja e re. Dhe për patatet që janë të reja, kampion banë fakt kuksi. Ja dhe një përshëndetje të gjithë anvisave të kuksit. I kam pak për zemër, anvisat e kuksit. Kjo do një të veçan që të ka treguar ndonjë recetë? Pa tjetër që po. Që kështu tek patatet, unë i lë me lëkur, dhe ka marrë këtë thjeshtë faktikisht që jo në thikë, sepse thikë a lë pak të trash. Edhe kjo quhet një prerje mandolin. I bën kështu të holla fare. Mora mandolinën, dola në çardak, o mëj vajze vogël, po na bën merak. Shumë mirë, mirë pas kësi ditën edhe të mëgjes zërin. Të ka ardhur mirë. Faktikisht për zërin, gjëja me mirë për zërin është gjithmonë darka. Sepse është i hapur dhe mëgjesi bëjnë gjithmonë provat. Por, në rrezën tonë e kemi gjithmonë... Janë të hapura, pa limit fare. Kordat janë të hapura. E qartë. Kam patatet, kam djatin e grirë që më duhet, kam pana gjalp. Tek gjalpi e marrë dhe e shtoj, që mos anë zërë flaka, se shife, e harova që është e nëzet. Të tjetë në tavë, me patatet të cilat janë prera shumë hollë, dhe baza tjetër pastaj është pana. Edhe mua. Dhe djati. Mbamën i ta se më zuri gjalpi, edhe mua. Që mos të më djeki fare, shtoj pak vaj. Pra gjëja me mirë, kur ju e keni enën të nxehtë dhe shtoni gjalpin, dhe fillon për një herë ajo era mbytse, shtoni pak vaj dhe e keni rregulluar çështjen e nxehtësisë. E lë kaq sepse nuk dua të kem më nxehtësi. Tek nxehtësia unë do të shtoj një thelpi hudhër direkt sa për t'i dhënë aromë kjo aroma gjalpit shpërtheu. Këto patatet do t'i vendosësh kështu në tavë? Pra, po. E lë kaq. Sa mos të marrin ngjyrë dhe të lëshoj aromën. Nëse ne duam shumë mirë, mund të vendosim edhe pakës fare trumës. E largoj direkt. Kaq më duhet. Dhe filloj sërisht me do të shtoj masën e kripës. E mirat mirave është që të bëhen direkt. Pa i vendosur në ujë. Do vendosen kështu në këmbë, e kuptova. Prandaj janë dhe holla ato. Ajo të shtrira. Bëhen shumë shpejt. Kështu edhe në këmbë depërton më mirë pjesa e salcës së bardhë me panën. E largoj që mos kemi. Te lulet. E dim shumë mirë. Shumë mirë, kur... Pra i bie të bëjmë 2-3 rreshta të tillë. Pra me thik, dihet që pritet patatja dhe unë e kam bërë me thik, është me trash, kërkon shumë orë që të bëhet. Po, se dim se të dhe vetja. Sepse duhet jenë të barabarta, që të mos dalin ca të pjekura dhe ca jo të pjekura. Këto pajisje tani na ndihmojnë, na lehtësojnë më shumë. Vendosim një herë këtu. I hapim
Pra diku thash tek, nëse nuk e kam thënë, për e them tani, se tash e ka pa veten që për ja fusja kot, e 4-5 patate. Po edhe nëse do t'i bënim një taf patate ku i presim si zakonisht, si që i presim rëndom, aq do merrnin. Po. To janë më të holla dhe duhet të jenë plot me kremin e panës në mes. Panën shumë mirë, unë të shtoj gjalpin të pana, për kalori, e di që është tritol për kalori. Ama dhe shumë e shishme. Po. Se s'po ma... Ja. Edhe disa në mes dhe patatet e furrës me krem qumshti, ku të ky kremi do të ketë përveç se pak qumësht, pak pana, djath, krip, arë moskat në salcat e bardha dhe patate të prera në disqe shumë të hollë. Tani që u vendosën të gjitha patatet, receta e shkruar do t'jetë në ekran, unë do t'i lexoj përbërësit dhe ju kur të keni mundësi kohë apo neps mund t'a përgatisni. I duhen shumë pak përbërës, patate, të cilat mundësisht t'i vendosni me gjithë lëkur, patatet e reja për shumë dhe kanë këtë mundësi, thjesht lajni mirë, fërkojni me sodë e krip, shplajni dhe nëse e keni këtë pajisjen që i grinë ato në disqe të vegjën, nëse jo, pastaj me Shti pajisje shumë e gjenë të 2 euro, kaq. Ja ku e keni në 1 kilogram patate, pana guzhine 400 ml, një thelpi hudhër, 30 gram gjalp, krip e imët, piper i zi, sapo bluar, tjeti freskët të ndihet aroma e tij, bashkë me arë moskat dhe 200 gram djath i grirë i but. Vazhdojmë tani me aromatizimin, kriposjen. Fura e para ngrohur është. Shtoj këtu pakës fare piper. Tek pana e holloj me pak ujë. Po. Se dhe shtojmë të gjithën në sipërfaqe. Që ta lë pastaj gradualisht të shkoj deri në fund. Që të bëj shtoj arë mëshk, arë moskat, arë kozani, deri tani 3 di të kësaj aroma. Po. E largoj dhe sërisht shtoj një sasi djathi. Djath i but, mjafton djath që shkrin, djath pice, apo një sasi djath mozzarella, apo e shtoj tani dhe më pas bëj hollimin me gjalpin dhe prandaj të quhen patate me krem o graten. Duhet aq krem. Mjafton të mbulojmë sipërfaqen e patateve. Mbas e hollojmë dhe me pak ujë, që na plotsoj. Sepse këto janë shumë të holla. Dhe patatet, që ta themi më shqiptarçe, nuk duhet të lëvizin nga vendi kur është e holl, për shembull. Me masën e qumshit, po t'ishte holl fare. Pra nuk duhet. Thjeshtja. Një masë e tillë. Edhe gati për në furr. Jemi gati për në furr. Do dhe pak tava për të përgatitur. Megjithatë, po i shtojmë djathin, se ndoshta është momenti të shtojmë djathin. Ja, opa. Shtresës së dytë. Direkt.
Tani, këto kanë filluar që të marrin një ngjyrë të kuqeremt, por si gjithmonë do t'i lëmë dhe më tepër. Në këtë pikë, tani është momenti që të shtojmë shtresën e dytë me djath, derisa ai të shkëri, ai do ta lëmë të qëndrojë. Është një gatim i rënd, prandaj dhe kërkon sallatën e panxharit. Mirë, i lëmë të treja recetat mbi tryez. Në pjesën poshtë, afro edhe tenxherën aty. Këto 3 receta, pra, në kohë rekord shkruese është i nxehtë. Mendoj se i kemi përfunduar, sigurisht që kanë nevojë edhe për pak për të qëndruar në patjetër që kanë nevojë. Ka nevojë për pak fare. Ne përshëndetemi nga kuzhina të lumshin duar. Faleminderit. Kalojmë pastaj në publicitet, do të ketë zhvillime besoj nga redaksia e lajmeve dhe unë ju pres në rubrikën tonë të çdo të hënë Bima dhe Shëndeti. Shihemi nesër bashkë.